Një ngjarje e rënë tronditi fshatin Shkallnur të Durrësit, ku 25 vjeçar Marian Kodheli vrau me thik baban e tij Pjetër Kodheli 69 vjeç. Krimi ndodhi mesditën e së martës në banesën e familjes, gjatë një debati që nisi teksa po hanin drek. Në dëshminë e dhënë para policisë, Riu ka rrofyer se marrëdhëniet me të atën ishin të tensionuara prekosh, ishim duke ngrënë bukë dhe babai mutur nuk më linte të haja i qet. Nuk e di se si ndodhi, mora thikën dhe e qellova, ka treguar ai. Ndër të tjera, ai ka thënë se konfliktet me të atin kishin nisur kur ishte kthyer nga Greqia para 6 muajsh. Kam jetuar në Francë, jam me pasaportë franceze, aty kam qëndruar rreth 6 vjet dhe më pas kam shkuar në Greqi, ku kam punuar për 6 muaj. Nga Greqia jam kthyer në shtëpi dhe isha i papunë. Kemi pasur debate të vazhdueshme me babain, ka thënë ndër të tjera Mariani. Pas ngjarjes, 25 vjeçari u largua nga banesa dhe u arrestua 2 orë më vonë në një lokal në zonën e Shkëmbit Kavaj. Në pronësi të motrës së tij, gjatë kontrollit, policia e gjeti dhe sekuestroi thikën, me të cilën dyshohet se ishte kryer krimi. Burimet hetimore bëjnë me dije se Riu mund të vuajë nga problemet e të shëndetit mendor, ndërsa motivet e sakta të vrasjes mbeten ende të paqarta. Shqinjët thanë se familja me origjinë nga Mirdita njiheshin për njerëz të qetë dhe se viktima jetonte me një grua tjetër pas ndarjes nga bashkëshortja e parë. Autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të kësaj ngjarje tragjike familjare.